Për vitin 2026, në Bashkinë Tepele në kuadër të programit të përmirësimit të kushteve të banimit, do të përfshihen 46 familje. Përfitues janë familje në nevojë, pensionistë dhe familje me të ardhurat e ulta, të cilat përballen me vështirësi ekonomike dhe kushte të papërshtatshme jetese. Është ngritur grupi i punës me urët kryetarit bashkisë, është bërë verifikimi i të gjitha familjeve që kanë nevojë për përmirësimin e banesave, është hartuar projekti preventivi të gjithë dokumentacioni plot, është miratuar në Këshillin Bashkiak dhe është relatuar Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Janë familje që janë në nevojë, sepse dhe programi i tillë është, familjet duhet të plotësojnë kriteret për të përfituar nga këto. Dhe ne kemi familje që janë me aftësi të kufizuara, kemi familje që janë pa të ardhur ose të ardhur të ulta, kemi familje që janë mendime ekonomike, kemi pensionista që janë vetëm. Punimet do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin banesat, duke ndërhyrë aty ku është më nevojshme për përmirësimin e kushteve të jetesës. Janë të gjitha banesat private, të cilat kanë nevojë për përmirësim themi ne çatje për arsye se kanë lagështirë, kanë dëmtime të tjera dhe familjet nuk janë të gatshme për të përgjigjur nevojat që ka riparim. Në bazë të ardhurave që kemi për frym, pa duke ardhur nga Stati, Bashkia Tepele financon 40% të investimit dhe 60% e financon shteti. Ndërkohë, gjatë vitit 2025 nga ky program në Bashkinë Tepele përfituan 20 familje duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e tyre të banimit.